Rita, në këtë video do ju sqaroj pak më shumë për si mund t'i bërni qysh ndodhin përvojat jashtë trupit. Se kam shumë pyetje, shumë komente që më pyesin qysh t'ja baj, për sa bahet, për sa s'bahet, qysh është sistemi jot, qysh është kjo, qysh është ajo. Unë i kam thënë thjesht fare, këtu varet ku je, çfarë gjendje je, se këtu ke njerëz ti që s'kan meditu fare. Këtu ke njerëz që kanë meditu e kanë lanë. Këtu ke njerëz që kanë meditu 4 vjet, 5 vjet, edhe më shumë. Po, me këto që kanë meditu pak me vite, këto kanë pas eksperiencia. Po s'kan ditë, kanë pas frikë edhe ju ka prish eksperiencia. Disa janë gjendje të mirë. Kështu dashurie, mrena për mrena, me ditje pa ditje. Këto më rrinë edhe këto eksperienciat. S'ka nevojë me dal nga trupi, ti mund dalësh edhe me eksperiencia mrena trupit. A kupton, ka lloje mënyra që këto mund ndodhin, a kupton? Mund ndodhin shumë ku janë kështu në vetdije për shembull, spontane, gjëra që ti di unë vijnë direkt nga atje për shembull. A kupton? Kështu edhe unë një herë ku bëj kështu praktika ime, a kupton, si bëj shpesh si përpara, i bëj herë në 2 javë, herë i muaj. Të merr një eksperiencë po desha për diçka që është interesante. Ato më vinë dhe vetë ime. Kështu e kam mundor, a kupton, unë e kam praktikuar me shumë vite. Prandaj më dalë mua kollaj, sa e kam kuptuar që bëhet, e kam zbulu. I kam mikë dhe frikës. Ajo është që të pengon më shumë se të gjitha. Ose humbja. Stresi për shembull, të fikson. Rrin stres. E bëj vetëm dashuri mrena për mrena. Ta zblosh dashurinë tate, ta kënaqësh tatën vetëm tate disa më mirë. E ta dish jeti më shumë se sa je ky njeriu. Që është këtu. Që kështu varet. Ç'a besoni ju, ku jeni në gjendje. Ne dumë shumë, si këto fishek zjarre, të nesin me ato, të fluturojnë, dhe bam, dhe në vitë gjellë gjanë të bukra. Ishte vendi ashtu që duhet, original po, bashkë, kollaj fare. Po me, a kupton, ti e di me që për ju të regojnë të që ke bat, që për baj unë, dhe për ju të regoj, e du ju të regoj. Që kështu, kjo do praktike valla, kjo është si, a kupton, fillosh në mëngjatre për këto që s'kan bërë ndonjëherë. Do bash me t'ja marrësh dorën futbollit, ti mendoj aty ke rrugë do lush futbollin me po të për ditë. Mas 3-4 muajsh, ja marrësh pak dorë, mas 6 muajsh. Mund nish gjana, mund të kuptosh gjërat, e kupton? Qysh tek mund të kash në eksperiencë vogël. Mos pa të bën ndonjëherë, i vit për shembull. Zhvillohesh më shumë ani, kesh eksperjenca tjera. O du të rish mrapa, sa të kesh mundësi. Jo kështu të rish mrapa si me fuqi, dhe baj Allah, dhe bat kjo. Su basa su për në bat, pas nesër, muajin tjetër, 6 muajt tjetër, vitin tjetër, 2 vitet. Po them, ka dhe në një për shembull që shkon një vit, pa pas një eksperiencë, kapton varet sa frikë ka çfarë gjendje ke ajo vibracioni vet. Sa di, sa s'di. Se ka të gjithë të gjërat bajnë shumë me vetdijen, me mendjen edhe çfarë mund të eksperjencosh. Që kështu i me të eksperjencosh dhe më shumë, duhet të hiqin ato gjërat e këqija, për shembull, që më kanë filluar mua, për shembull, kur fillojnë fillim që filloshin këto, më po merr eksperiencë apo jo shumë. Edhe po thuaj pse s'po marrën për ditë për shembull, që duam, që s'po duken të tjera. E kuptova që unë duhet të hiq ato plerat e mia, mund të thosh, ato gjërat e jo aq të mira. Çfarë ato, stresi, nervi, ku mikte në truni mu, se i me nervane, aja ta prish energjinë, a kupton? Aja ta fik atë sinjalin. Unë kam folë për të shpesherë, ka lloje gjëra, a kupton? Gjërat që merrim ne ku ja fuzim në vëmendje. Çfarë bisedash, çfarë lajme shohim, ku t'i japim atë energjinë që ne karikojmë ne, me projektin ton, me menjen ton, me gjitha që jemi ne. Ajo do na përshtatët. Edhe jeta është pak ndryshe nga kjo që flas unë pranaj, që do pak kohë me e marrë dorën.
Edhe e provon çdo ndarë ku flen gjumë për shembull. Provoje. Kur e moment, ku se moment s'ke që ban, e provosh prapë në ditë tjetër, ku ta mash men prapë. E provon ndarkët. Fillo shuje për herë. Po pa të kohani, po që pak i zhvillum, di ma mirë, mund ta bash dhe ma intensa tani, se di pak a shumë që s'bahet, e ke eksperiencu vetë. Se ka lloj levelesh për lloj njerëz këtu, se s'janë të gjithë me imenje, po ka shumë që janë me imenje këtu. Që kanë pas eksperiencë, e di që ka gjë më shumë. E nin dhe ke zemra. Që s'është vetëm kjo. Këto e ka ma kollaj, se din më shumë. Jam ma zhvilluar po thush. Ka të baj vetëm që gjendje e ti, sa do t'i këte. E të vjen dhe vetë, si pastrosh t'i mërina e heq të gjërat e këshia. Që përmena në disa nga këto, se ka shumë aty. Shpreje. Kuptime. Që ato në tjere, që është vërtet. A kupton? Nga gjithë gjëra që ke projektu, ato janë, e sikur si manë menë sot, po janë ke sfera ato. Tu dalin. Unë dhe ja të regoj ju, unë një eksperiencë time me që po flisja për të gjëra. Qysh më ka ndodhur mu për shembull, unë fillova të merja eksperjenca, sidomos to spontanet për shembull, edhe për kapesha me botën tjetër, po a kupton? E dija u pak a shumë, po duhet ta shifja për herën, që ta dija mirë fare, a kupton? Po me këto, po mjefsh muaj sa kisha kapacitet unë doja edhe më shumë. Doja dilja atje, 3-4 muaj me pushime, kështu doja unë. E të vija prapë, nuk është ashtu fillim, a kupton? Se ti se mësu me këte, ta këshim mësu të që klasë parë po, dhe ike ashtu dhe do kënaqesh, a kupton? Se ke marrë dorën, marrë me këte, si ma me gjanë dhe me kota, krasosh me këte që po flas unë. A kupton? Edhe një ditë për shembull, se këto, kur merresh me këto ti merr edhe energji, po edhe shpërlahesh mëna për mrena. Qysh mund të thosh si shpërlahesh? Unë jam mirë, s'kam gjë. Çu s'ke gjatë? Ne sa keti mëna për mëna po jo. Unë e di se ka pas vetë, kam pas të tjerë që i kam pa. Kjo është e pastrimi, kjo është një rrugë të punë. Ti edhe zhvillohesh, edhe merr shumë eksperiencë, fillim sidomos si janë ndaj të ndaja, vaje që gjendje je, për mu, unë s'pe merja shumë gjatë në fillim. Po, mjafton të që e dija që ka ma shumë se këtu, nga dija, nga emocionet, nga informacionet që po merja, nga downloadet. A këtu duke meditu. Para se me zbuluan i qa punon, qa s'punon. Që këshu unë me një natë, këtu naltime, që të pastrojnë mu, unë se dija, po të këtë shok të mi, se këto dalin a për andra dhe këto të vinë, në difojnë se shet që të po meresh me të gjërat, ke kohë. Po do të zbulosh vetën, po pastron vetën, ban çmos. Atë në gjendje isha unë. Në thash, baj çmos, unë të kapëm me këte energjinë, ta zbuloj ma shumë çfarë është, që shpunoj, që ta baj, që ta tetoj, edhe i me që t'ja mësoj. Që këshu i me atë natë, unë për shembull, ishe pa të shumë i mirë, më përdoja, unë e kishë shurë 2-3 muaj, 4 muaj, në hajë, pa mërë dohen pak, shu, se kisha badë me vite për para, po i me po bashkë dhe ma mirë, të po hapësh në gjëra, se isha zhvillu nga ato vitet, pak a shumë, me ditje pa ditje, isha ba pak maj mirë se sa isha. Jo pak maj mirë, po shumë maj mirë, krasohesh, po ka dhe ma shumë, po unë isha shumë maj mirë, se sa isha për para, se që të thonë meditimi, që të thonë për shumë ku del natyrë, sa të kesh mundësi, me kohën këto, e merë forcën e, ba që e mirë, dalin gjërat mirë, është qësi këto, shive, s'ka pengime. Ku do qoftë jesh, ku patë mundësi, ndonjëherë, ose shpeshherë, varet, ku banon, si fshat e ke ma mirë, qytet është ma stres. S'ke që i bani me, ka dhe qytetin me parke, gjallëme, që dalësh, që tisësh, vene që mund t'ikësh, që batë edhe shpi praktikohet, knaqesh. Po është dhe mira i pasin e herë, me dalë, me hecin e gjiro, se të banë mirë për trupin. A ishte trupi uj edhe t'hecme. Normalisht, që është bata e për jo. Që, kjo andra e me, këto më qunë mu, më bënë diçka një andër. I fakt shu i andër që tush ti, ma morën atë e vla, në degenerum. Së më të shpjegoj detalë që ndodhi në andër, për ju më të imaginoni vetë, i gjagji për shumë që degenerohër, që komplet e vla, ta e që atë që po thuti është ajo krenaria ime, a kupton, jam unë ai, që e ke pas që i vogël,
ta kanë fut tjerë, se duhesh, si vegël që t'jetoj aty. Të bash, a kupton, trimtare, këto gjëra kështu. Atë në flishim mu aty, si ku më nëzorën atë, a kupton, minjërun fare, kja andra. Unë të qova në mjes, ta qo bak kështu, qa ishte kja andra kështu. Kish minjërun mu këtu. E një vetëm pak si kështu. Se doja të rjetë në gjendje të mirë atë kohën, po sikur të gjenuar më shumë të kjo ëndra. Bani diçka, më çu një ëndër që thosh ti. Kjo ishte degeneru fare valla. Unë s'kisha fuqi atë, zgjeç atoja. Edhe u ktheva mrapsh, unë qova nga gjumi me unë, po thuj kjo ëndra tjetër ose kjo jeta që themi ne me. Edhe dola unë qios, dila ke para kohën që të karikosha 3-4 orë për herë, që me atë energjinë e mirë. Sa atëre hapeshin që vetë i kuptoja unë, se është vështirë kjo gjendje tu. Prandaj është keq tu, se shumica njerëzve janë shumë negativ, shumë stres. Mëna për mëna, ajo krijon ta energjia peshës tu, që jemi të lodhëm në është kështu. Komplet gjendja janë vështirë, se është energjia, frekuenca nga ajo avulli jonë, është i shumica, ashtu që bën shumica, ashtu bëhet. Prandaj du ta shpëtosh veten, prandaj dalë dhe unë natyrë, sa atëherë s'ka të bëjë me shumicën, unë shkëputem, unë merr një energji tjetër, me energjinë time reale, se natyra e ka këto ambiente të frekuencat që t'i jep kur janë aty çdo kohë. Kështu në kanë zbuluar, i kanë fal për të shpesh herë ke videot. Unë po hecë me ke pylli këtu, me i farë pylli bukur aty, pak qetësi aty, ka shumë pemë, ka lloj vendesh, po nëse. Unë po mendoja për këtë ëndër, më erdhi ke mendja shumë që ndoli kështu, që shumë bak kështu. Po i mos pa kuptoj dot mirë se isha prap poshtë ke ujë, se s'jam kariku, nuk kam qenë ke pylli 3-4 orë me, ato 3-4 orë që zbulohet, a kupton? E po mirë duke ecë, igua jo e gjys. Jo e gjys me, e sa është apo? Na herë, a kupton? Duke se është i vit e gjys. Sidomos kur nuk e, son doja 3-4 orë ta zbuloj vetëm për ditë. Shkoj në natyrë. Që soma një kam ditë spektakolare, po para asaj i më unë di shumë, po s'jam atë gjendje që është bën natyra për shkak ku je ma është ujë xhama, kupton? I kupton gjërat shumë më mirë se sa ku është ujë turbullum ose ku është ujë pisë fare, a kupton? Nga energjia. Kështu ku del natyrë pastrohet ajo vetikën ajo. Ajo backpack-i, ajo thjesht i çementës. Si rosh valla. Sikur shef më mirë, ke më energji, më qartë, më buzëqeshëm. Ka ik ajo zhiva keqe, ajo qymyri më të të shkakton, e ke pastru kështu, ku shkon aty, pastrohet veta. Aty shef gjërat mia, po kjo unë më shkaluaj orë gjysmë, si s'ka kap akoma me këtë energjinë e mirë. Kështu unë më erdhi prapë kjo menja, ashtu unë po miti nati me. A kupton sikur po bash kjo dhe më madhe, a kupton, mëna për mëna, se më degeneruan valla. Fillova nxesh, asa dije këto janë pak që ishin këto, a kupton? Ose këto të tjerë, a kupton, po komandoja. Edhe këto të mirë do të qiti me, unë e di që jam zoti. Unë po komandoja aty. Se kisha mësuar që të komandoja atë. E tash. I shaja, i baja, komandoja kështu me nerva. Po ma bati më kështu herë, a kupton, unë komandoj që mos mbaj njëri. Se di unë ku komandojnë këtu bahet, jam mu zoti. E kam drejtë ose kam drejtë, unë zduroja valla, a kupton, i shajta, i baja. Se më prekën sedër valla, që që themi ne, a kupton ke andra, degeneruan. Edhe komandoja, i fusja kështu, ke veni vetë. I ti bani kështu ju, a kupton? Unë thëm të bëhet kështu, a kupton? Zdu ma unë, qas si shaja, qas si baja, qas si thoje majsadia. Jam unë ai që vendosu, jam unë ai pronari, jam unë ai zoti, a kupton? U s'dija, s'u flisja nga menja, po e dija do të mjetë edhe dija dhe menjën time shumë mirë, se kam marrë gjë tjetër, i ki programi tu që më ka prodhu këto. Që kështu me unë zesha, basha, e shaja, edhe vazhdoja unë, bërtisja. Iku, përdoj, sa metra ike, duke i bërtit, isha vetëm aty unë, flisja me vetën time, a kupton, flisja dhe këtyreve, kështu, edhe këto, më gjojnës, do të dija, isha keq fara, më minjërun, a kupton, qas i baja unë, i shaja, i baja, jo i shaja, po kështu, i baja presion. Zduroj dhe të ma kushaj kushjeni që të mbani më kështu, a kupton? Po dhe, iku e 2 orë me, ani, u ban 3 orë,
fillova ta kapja vetën. Kështu sikur po sqarosha me. Si po vite vetë kjo mo. Nuk kisha langta me gjysore këtë gjë. Po vite vetë kjo më ke menja. To kishin për të mirë me. Shive këto që s'ma bamu në dëgjerum të, kjo që jam unë aji, s'ma bamu njëri këshu, kupton? Kjo huqë duhet heqë, si kjo po pengon të këshu mu. Kupton? Me kapë në botën tjetër. Unë e kuptova direkt që njëri jo zotit nuk vepron këshu, shan, e ban, e komandon, bati natë, për këtë gjërat që i ki marrë në këtu. Që jam unë aji, kupton, mos më ban të mu këshu, jam unë aji, që të bajon të ja, është ishe kjo, kupton, kjo... Po ishte kështu menjes, jo të zotit, që keme duhesh klarifiku, duhesh dal, edhe fillosh në të lotëni, se qysh qaja, qysh veproja, se që ka për vetën time me unë. E kupton që këta kishin ba për të miri me, pa ty për ty mu m'dole keqja, kështu disa kohë. Unë zeva, mi ku petla. Kjo është një nga shumë gjëra që më kanë ndodhur. Po i me ku i shef të gjërat, i me që i sham për shembull e kap me natyrën, mas rekatorëve aty. Zbalohen të vetë, ku je hapi me të vini informacioni. Edhe kupton shumë mirë ti gjëra tani. Që është për ty, është kështu ajo, është qep ajo që të vjen për ty. Që të bajti tamam kohë e kapuqës ose dorezat, ose ajo bluzja. Është tamam për ty. E kupton shumë mirë edhe dalin lot, çish veproja unë, çfarë huqi pas kam pas unë, që qysh ma tregove, e kanë dijuni me majmen, pa kisha rru. E kisha mëjna për mëjna aty. Edhe sikur jam çuni mirë me, po ajo e pashun. Ishte një nga ta që duhesh heq. Edhe ku qanë ishë gush për lahet, e kupton? Edhe ndjen mirë ku qanë, se i ke bëhet e sa të keq. I ke shajt ato, ato janë pjesa jote, ato janë për ndihmu ty dhe ti e këtu me për vetën tate që ndihmojnë ty ato. Dhe kështu duhet në bakë, kështu hiqin këto gjërat e këqija. Janë të vështira, nuk janë kollaj. Po njëtë në kohë me ke ma shumë vend për vendet mira, vend me ani energjia të mira, ke eksperiencia më të ndaja. Që kështu ta mund të kesh shumë ditë fantastike, shumë bukura, shumë blisi, po të kesh në ditë që si këtë ditë që po flas unë. Ose tjetër ditë mund të ndodhi diçka tjetër. Kupton, ka lloj mënyrash, do ta bëjnë lloj se kujt kjo është ajo pastrimi. Kjo quhet anglisht shadow work. Shadow work do të thonë kjo është punë hije. Si ke ato qeverit e hijes, kjo është kjo punë hije, bëhet e bajnë këto, pastrojmë na përmrena. Edhe kjo është një nga këto mënyra, ta kupton? Një mënyrë tjetër janë këto menja që të vinë, ti dallosh kush janë kush janë. Po janë tuaj ato. To kem suktudi. Ajo është një pjesë shumë e vogël e pjesës së kush jeti origjinal. Këto qindra vite që kemi jetuar, që me ke jetuar. Nuk do të gëjë kush jemi në të vërtetë. A kupton? Kështu bëhen të gjërat. Do i flisja edhe për një temë tjetër, kështu shkurt, që më merrin mendje me. E pash një ka komentet. Fliste për një episod për Teutën. Edhe kishte mirë, thoshte shive ku i bezon Zotit, do të del Zoti. Edhe thoshte aty dhe që po tulesh ke misrat ose ke gruni, dalin diçka gjë e keqe, pra ne kanë dalë ato të këqija, e kupton? Edhe këto janë gjëra shumë të kota. Këto janë gjëra shumë sa shumë na kam mësuar këto ne. Unë di vetë ku isha në Shqipëri. E zeza! Ishte kështu, si shprehje, po që shme zeza kam, unë më kanë kuptuar, që shme zeza thoshin të zeza. E fiksohesh. To bestraf kurulla. Mos baj kështu aty. Mos i prif thonjë se do të vijë ajo. Mos i der çime se do të bajnë magji. A kupton? Lak qoft. Shko me hudhra në xhep. I çfarë janë to? Të janë komplet degenerime nga fillimi deri në fund. Po di që besojmë, e di sa shu fiksuam. Shifim njëri tjetër, shifim nanën babën në gjë të kumshiu, kumshiu një të gjyshin. E kështu vazhdoshin këto, me shoqërinë edhe to bestraf kurulla, la hila, bla bla bla. Gjithë të gjana ta shpifin, ke menja, këto 3 mëna për mëna, këto të bajnë me 2 menje, këto të bajnë me fiksime. Hiqi të gjana, të çroi ti hudhra, o shpirt, hiqi. Në për xhepa, mos rini me ato, se janë gjërat ju lëndojnë shumë, ju majnë shumë mrapa, ju lodhin shpirtin, nuk janë ato, i kanë shpif to. Për çdo të gjajtë na kanë bllokuar. Mençurisht, shpirtërisht, qysh ta dush ti, ka ta dush ti. Majtas, djatas, nalt, poshtë, rreth e qark, mëna për mëna, ku do ti je shpirt të ta kanë bashur ti.
që kështu hiqin të pislluqe, se i pengojnë shumë. Se do dalin të tani, ke sheshi ma vonë. Se i merë ani beson, vajza ke besu edhe do dalin di kuptosh, di çlirosh, po s'ke nevojë me majtë të gjërat, di çliroj më që ta them unë, se s'ke nevojë ani me çliruar, kupton që të kanë qenë gjëra të kota. Vetëm të kontrolluti me bati me frikë, me fiksime, me smuni, me lloj. Prandaj flasin njerëz me vetë në vetë. Çfarë s'kan gjuhë, çfarë s'kan pa. A kupton? Ka dalë shpirt. S'ka, janë gjithë gjërat janë shpif nga njerëzit. Është kështu, është ashtu. Ngjoj veten tate, ngjoj zemrën tate. Shif që këtë dhe qark edhe ti e di mëna për mëna kush është e mia, kush e keqja. Edhe kafsha e di këtu. A kupton? Vepro vetëm nga ajo dhe zbulojnë gjërat vet. Mos i ngjot tjerët. Ato e kanë për të mirë ndonjëherë të shkretën. Edhe o xhallar do t'i jepës dinë. Ai sa dinë aq bajnë. Ti di ishin ato do ishin e kishin zbuluar vetëm me kone. A kupton? Pa ato më kanë përdu kundër i ka pas për të mirë me nëse kështu i më dhe hajde, po ç'është është kështu? T. Se bësh ty në ashtu se le namër buhet. A kupton? Mos maj tjetër për kështu, mos bësh. Hiqi këtë gjërat e buhet. A kupton? Jo do bësh, jo do pik këtë me këtë në bash. Po hiqi këtë gjërat që keni në gjuna për Europë, na për televizore, s'ka thënë tjetër, bëjnë si mjeshtra aty. Përzin lloj gjërash aty dhe futet bjerë trupi. Bëhet çu se bëhet më mirë, atë bën dhe më keq. Unë e kam shpjeguar këtë. Sa pak ti futesh trupit në këto agjerime për shembull një herë ditë, s'ke nevojë të rrigjë në me chipsa, me karamele, me pabat një kështu, ato ai kanë pa gjithë gjanat. Prandaj nuk zgjohesh ti. Prandaj friksohesh ti se e ke sfera jote të gjithë gjërat. Prandaj duhen shliru këto. Të njëjtën kohë zbalon veten. Prandaj nuk i merr gjitha gjanat për herë, se kemi shumë që myrëzi, mëna për mëna më thosh, që duhet shpërlahet. Edhe na herë as del kollaj, duhet ta nxjerrë si atë. Lëkurën e gjarpit na herë që të dhami valla, si më dhami mua kjo. Ndhim të mëna për mëna, më degeneroje. Unë më vetëm kaq vite mendoja se unë, na kupton? Po pashun që të janë huqe që ka marrën këtu që i vogël, i shifja tjerë çfarë bashin edhe unë veproja si këta. S'kish pa fare me mua. A pengotë shumë. A kupton, që të merrni gjithë dhe më të mirë. Që është i kombinimi, bani rrugët e punë. Edhe prapë ke pyetje varet ku je, çfarë niveli je. Mos i ngjoj gjërat e kota, sa të kesh mundësi, prandaj janë shumë gjëra. Unë po të jap të shpjegime çu ta shohësh edhe qartë, s'ka të bëj vetëm i gjatë. Do bëj kështu unë me të ikin han. Ka dalë vëlla, ku do ikësh ti? Ne jemi këtu për bajet tu, po do ta zbulojmë vetë ta bëjmë të kampione. Ajo është ajo. Me si mësu, ja marrësh dorë. Te, po ti kon treni ti? Ka dalë. Një kam thënë gjërat e mia bën me lezet, po e di që është gjendja në herë keqe, jeta e keqe. Vështirë me të gjitha. Me bajsa të kesh mundësi të shpirt. Unë të kam treguar pak gjëra gjana që është mendosh, që është bash. Vepro, varet ku je, mos ki frikë fare pasi gjambot. Vin hijet, pyti, nga vini. Vina gjatë tjetër, okej, e kupton që s'ka të bëj fare me ty, i çon dashuria i shkon direkt te ajo linja e telefonit, edhe e kap telefonin, ai që e çoj atë energjinë, ai më ikën. U zhduk, sa aq fuqi drita jote, ne. Edhe ma shumë pastron ashtu. Të qash shumë. E sa kam qajtë unë me vite. Dali nga lotë, nga shof që gjëra sa u lëndu ky robi, ky vogël, ky shumë programu, çaj thoshin. Ai më çfarë zbulimesh kam bërë nga këto që më thoshin njerëzit që baja unë. Sa më lëndu unë, sa kam lëndu të tjerë, pa dash. S'kam dite, qaja, baja. E kuptojani, aha, ku shifja ke meditime, këto vizione të gjanë që në vishë, s'ka të baj fare mu, i ka marrë këtu unë, këj programi, këto zitha. A i vërtet i më shpirt mirë, vla, unë du të bëhet një me tjetrin, du të knaqe me tjetrën. Unë du t'i bëj një njani tjetrit. Unë ta shijoj vetën, kam qetë shijoj në tjerët vetën vetë, pse unë do rion të bërtas, o ti do ri më frikë, ose do i ke lajë tjetën turë të mrapë me gura mu. A kupton? Ose do i ke aty ka në njani që është budalla me ta fut, e ka ligjin ai, a kupton? Ka lloj gjëna ças ngjon ças ban, i ke rrinë me frikë gjithë ditën. Flet tjetër për kancereve, për smuni, i ke doktori me ilaçe. Ngjohet çfarë flasin njerëz. Çfarë bëjnë ty ato? Ata janë ba komplet vetdije. Prandaj themun i bllokuan gjithë rrethana, ju mendon se kanë gjëra normale, se pandita ditës. Prandaj jemi ku jemi ne. Unë po i them thjesht, zbuloni veten kaq ka të bëhet.
sa keni mundësi. Më baj 5 vjet. Pse? Çka ka? Ka tjetër që futën 30 vjet burg, dalin tamam. 20 vjet, 15 vjet, i bajnë kështu për qef. Edhe jo, unë të zbëlloj vetën të bëjmë si Jezusi për kam, s'munëm, s'bëjmë. Imagjinoj vetën aty, e fuse unë vetën këshujer, e blokoj, se u isha në burg. Okej, dhe bajtë 2 viti me, kështu, sa ke mundësi. Dhe bajmë punë të mija, pa këte dhe bajtë, dhe fuse vetën në burg e vla, me zërë. Ja, ku jam në aty, 3-4 orë për ditë, pa ta mundësi. Dhe fuse aty në burg e vla. Me ja thot, hajde shkëm ke Netflixi, hajde bajmë në lek, hajde shkëm ke klubet, hajde shkofim femrat. Hajde bajmë kështu, hajde bajmë ashtu, hajde dukemi të bukur, hajde që t'na përullën tjerët, të thot menja. Ajo është sistemi smut. Që kemi mësu ne, që mendojmë se është gjë normale, dhe ngësmunim nga ato, se është gjë origjinale e trupit, magjik, me shpirtin mena. Trup magjik shpirtin do shpirtëri, do bukuri, do lumturi, do kënaqësi, do dashuri, do më kënaq, do më me shiju jetën, me emocione, me gjitha gjanat e bukura. Jo ato të kundërtat. Edhe ky është një sistem që programohet, që ke programuar, me do programohet ndryshe, po s'do kaq vite sa do të ketë 40, 50, 30. Të banë për 3-5 vite, unë kam thënë ju. Po jo e doni nesër ju. Unë i kam bë 15, 20 po thuj. Ke 18, 19 që kam bë kështu. I kam më mbrapa kësaj. Edhe ju i më doni më na ditës. T'ja shpjegoj pak mirë, unë them ba më shpejt këtë kohë. Se keni në ndihmë nga bota tjetër, janë hap gjërat më kollaj, ka qenë më vështirë. Por na dhon s'ka mund nga ato vite që i baja guarda ke viti 10. Për shembull. Çmesh ata, sa kodi rri sa të mrapas, mos pe iki kotën kot thoja. A kupton? Ça bëhet kështu? Ku po më çojnë tomë, ku po ikim? Ça po bëhet? I baja unë të pyetet, me janë të shmentë, më çfarë bën menja apo jo? Për ditë do të pengoj. Ku ti kisha ty? Ha, çu ja bën, ku çosh mjes, ha, çfarë do bëjmë sot? Ha, ku dikim aty, çu ja bëjmë të, ç'i në takojmë. A menja të punka. Për me, e kemi atë menjë që kemi, po du ta servisin pak, ta majnë fusim vetdijen sa të kemi mundësi për para, se menja nuk përshon, unë i kam thënë, i menja ka 70.000, e sa janë 70.000, 70.000 menjë në ditë, imagjinojnë ti, atë të bombardojnë ti, po shë i kompjuter, këtë me gjitha nga këtë kompjuter që sheti këtu. Ja, po tho, unë e di, unë ka thënë kështu, kush është ky vëlla? Ky është më qërrum se ty. Edhe ky tjetër që kam mësuar është më qërrum se ky, edhe ky tjetër që kam mësuar është më qërrum se ky. Ti shoku më ardhi rilindje ne, o shpirti. Kemi qenë gjithë qërrum, shumë kohë, e bëjmë si mjeshtra. Nuk është gjë normale ato që bëjmë ne, shumë nga këto gjëra. Ka edhe shumë të mira. Kto alena çmenen. Duam atë dashurinë që kemi ne, se kanë këto. Po të çmenen se këto e dinë që ne kemi vetdijshëm. Edhe prapë që veprojmë ne, sa të mirë jemi në mënyrë për mëna, sa ka shpirti atë. Sa ka që ban qeveria, ju prapë keni zemrën e mirë. Prapë doni të mirë. Prapë i ngjoni, i besoni, si janë i shihni si puna joj, njerëz dhe këto. Ai të futë bjerë prapë. Këto thonë çmene fare, çish bëhen ato gjëra, çish janë ato njerëz kaq fuqishëm, çish bëjnë kaq mirë për njërin tjetrin. Se ne jemi ato s'kan ashtu, s'din këto gjëra që bëjnë ne kështu. Sa vetdije kemi në mëna për mëna, edhe sikur se kuptojmë. Këto çmene fare, çish. Të s'kan kështu. Dashuri kaq forca kemi në mëna për mëna, se kemi marrë eksperiencë, ne dimë ne. Edhe ta them unë dashuria, ishte kohë kur këtë dashuria që kemi ne që është shumë e madhe, që kam gjuhën, është kriju këtu ke kjo loja. A këto ke bota ku jemi ne, se është shumë vështirë. Ne që jemi kjo planeti Artit. E krijojmë atë dashurinë me energjinë tonë që të çojmë ndal nga eksperiencat toja. Ajo është ajo më e fuqishme në botë, që këto shumë ato s'dinë çfarë është. Po të shohim që bëjmë ne të harrumen. Pra ne të ikëm petlla. Pra ne jemi ne me ato kampionët. S'ka një botë i bajtë gjanë që bëjmë ne. Këtë qërrumen, këtë ambjet, këtë loj, këtë jetë. Këtë realitet. Me gjithë të gjanë që i shifni rreth të qarkë. Që kështu nuk është një këna gjë e vështirë shumë, ke batë me kohën, po i me, që të themë, unë i kam thënë paka shumë. Ka lodhë gjërash, kupton, shef, liron, mëson, merr më shumë, e man veten mirë, për sa i mirë sa të kesh mundësi për veten tate. Ndihmoj njerëz pa atë mundësi, po shi veten tate. Se punët e njerëzës marrojnë kur. Secili ka eksperiencën e vet. Patë mundësi të bëjmë një balla.
ose një vetëm mirë aty ik, aty pa të mundësi valla. Shko shife vetëm tatë, kënaqi, bajnë diçka tjetër. Je i lirë. Atëherë ku je ku një vetëm mirë, një ban punë 100 herë më mirë se sa ku si ishe mirë. I pa në herë edhe njerëzit që bajnë diçka për shembull, e bajnë shumë shpejt, e bajnë shumë mirë, e ti shef tjerë që merr me këtë për disa vite. Të njerëzit që fusin vendin gjatë mirë më, i bëjnë gjërat edhe më shpejt edhe më mirë. A kupton, edhe kënaqen. Jo ti bajnë me vutje se duhet bë. E bajnë se kanë qef. Po pa të mundësi të jetosh ashtu sa më shumë. A kupton? Kjo ka të baj. Kështu me pa e ndaloj këtu, mendoj se i kam dhënë pak më shumë gjëra. Ju kam thënë të bëjnë gjërat edhe më shpejti me se keni më kollaj. Po kollaj fare se keni ju, se do hiqim prapë ato gjërat mëna për mëna. Po s'ka në gjatë keqja, ato të çlirohen, ato të ikin me. I shef i ban, i trajton, dalin vet ato me ndihmën e këtyreve, edhe loti shpërlan. Edhe unë në herë, dalin lot valla. Vetëm kot po diun që po çlirohet diçka. Mëna për mëna që është aty që se ka shumë sfera, i pas shumë orë, shumë minuta, shumë ditë, shumë javë. Javët i me janë pa mujë, edhe vëjtite. Ka orat, minuta, dita, javët janë pa mujë. I me mujë, bat vite, 2 vjetë, 3 vjetë. Gjithë të orat, minutat. E ke programu kërke sistemin ti, o shoku, o shoqja. Ti hidë thellë ti, me të gjanë të zbuloj unë, a këptan. Toj me, du të parashikojnë prapë të gjërat, që i ke mena për mena, po dalin veto, po në qartë, po në cakt, se cilit. Pa na i bje kjo rrugë të punë, që s'është aq kollaj, këton se kanë ai di për shembull smundje një 2-3 ditë do ri aty smut. Po, se duhet të rish smut, duhet të qetësohesh, se bën shumë stres. Po ikin aty, u bën aty, u bën kështu, u bën ashtu. Po ti më mbajtë që ke basa mundësi të ketë bashkë, të kam dhënë praktika që mund të imagjinosh, të bën bukra, ku je, të bash sa më mirë. Ti je kënaq me vet. Çfarë do të qoftë bash, lash plenat, lash ato tualetet, lash rrugët për jashtë, çfarë do të bash, baje me mirë, me gjino kush jeti më për më, se gjithë gjëra ndryshojnë. S'ka ma vlerë këtu, i bëjmë gjatë kota kjo që kjo është me kostume, kjo ka leke këtu, jo. Ku ti ikin gjithë pa lek. Kjo luajt bëjmë tu, gjoja kështu si tip mashtrimi kjo, se kështu është sistemi, e mbesojmë nëse kjo është vërtet, dhe banaj bëjmë kështu. Po s'ka bëj fare me në përmëjna, nuk është karakteri jot fare nga to, ti jo i parakalon do ti, nuk imagjinon do të kush jeti me në përmëjna, krahasohet me të gjëra që i bëjmë ne këtu. Në njëri tjetrin. Nuk krahasohet në botë kush jeti vërtet, ato të nëllë qofin ty jeshe vetëm pa të që jeti original, jo sa leke ti, ajo zemra, ajo të regon, ajo është ajo që të emun telepatia, kur kom një tjerë, ajo para të hapën dyre, të s'hapën dyre, sa është original i vërtet. Para ka njerës që s'arrisin, ka njerës që arrisin. Ka të bajtë gjithë me shpirtin tatë mëna për mëna, ta dush ti vetën tate, sa ma shumë, ajo është sekreti. Se gjithë jetët ke ba për tjerë, baj për vetën tate, vatë mundësi, sa ma shumë. Edhe, s'po them leni tjerë në baltët. Te njerës të tuaj, pe me, ku janë të tërbëllum, lagojë pak. Ku janë zemë, shkëm në dhomë tjetër. Sa thejthin në energjinë ato, ola. Du në fuqi ato, se janë ato që i bajnë të nëzet, me menje, me gjana. I bajnë tegër. S'kam fajto, imi gjithë kapën me kjo. S'ka në gjatë keqen, e kemi përpukshujnë, e kemi marrë dorën. Edhe këtyreve gjërave. Po nuk është gjë normale, se e të rëndisim, e pengojmë njëri tjetrin, e bëjmë dhe më vështirë kohën, punën, me arrit deri aty ku duhet. Prandaj e merr veten me dorë, thoj hajde, të shkojmë aty ke pylli, edhe menja më bombardonte me lloj gjërash. Do bash fiksime. A kupton? E humni jetën kot. Çfarë s'posh? S'pushonte. Po më të tregoj ju që e di që se kap do të menja me se është programu kështu e punon kështu e sistemi, po e nive mena për mena, kjo me kohën i hiqet kjo menja aty me, pastrohen. A dhe kuptosh më mirë kush jeti i vërtet janë, se sot pengoj ma, po do edhe kjo pak së vitje, do e 2 vjetë së vitje, valla, menja. Po di me, sa vjeti ke ti? A? Sa viti ke? Ke 20, 30, Shive që ke programu vetën tati, me ti do vash normalisht. Kështu që kuptoj unë, me gjithë të jetë që kemi pas në këtu, që më kanë tregu këto mu, do 180 vjetë me filluj me se punës edhe me zbulu. Që kështu, do e 3-4 jeti.
që ka qenë përpara, që të vijë ti tu ta zbuluoje veten tate. Kurse mend ti më ta bash të për këtë vite që e thamë në këtë jetë. Ti zbulosh gjitha gjana, s'ke nevojë mani të dish, që isha aq afër, për shembull kam qef t'i prapë ta marroj. E marroni me direkt. Kjo është jeta e fundit ime këtu. Unë s'kam ma punë këtu ime, unë do bëj atë punë që kam për të bajë me, sa kohë kam për ta bë. A kupton? Po me që jam këtu jetën e fundit, unë dëshiroj sa më mirë të kënaqem dhe dashuroj veten, se kam bën ndonjëherë. Kështu, siç duhet. Edhe tjerët normalisht, po veten time sidomos, atëherë bëhen vetë gjanat, ashtu siç duhet. Kështu të gjërat kuptohen vetë, bëhen vetë, po kemi kohë sa dush. Që shumë përpara ka qenë 180 vjet, ikshin njerëz nga 4-5 jetë, vendosen atje që të bashkë çmos që të zhvilloheshin gjithë të jetët vetëm për të zhvilluar. Sa që vështirë ka qenë. Ose me nuk është më ashtu, janë hap shumë gjëra. Prandaj ka shumë njerëz që dalin me flasin për të gjëra që kanë eksperiencë. Ka dhe shumë që kanë frikë, është gjë normale. Shumica kanë frikë, kanë pas frikë, po them gjithë, po ato që nuk dorëzohen, e di që ka më shumë këto janë gjëra, vetëm si ka programa menja, s'ka të bëj fare me mua kush jam unë si shpirt. Kështu me dallojeni vetë, shihni, pyetni nga vjen kas vjen, çoj dashuri. Vazhdo ashtu, meditime dhe ikin pastron ato. Ka një që ka rranj shumë, për shembull, mund vite 2-3 herë. Vjen një herë pastron, po mund ta bajë surprizë tjetër, në ditë tjetër, pa të vjen prapë. Oj, thotë, po unë gjithmonë se lirova këtë, po. Ka rranj kjo, kanë aty me vite, me do 2-3 herë, po s'ka problem, ti je shtri e kënaq. Edhe ke menja aty ti e pyet kush je, nga vjen, zbatohet, po zbatohet, çoj dashuri. Sa të menja, s'ka bëj fare me ty, e ka pa dashuria atë, e trajton, e bën kështu, si dashuria jote. Vaj ç'është, ose s'duket. Po shumë herë e kap dashuria. Sigur e bën atë, e bën edhe atë me vetdije, me dashuri, që se kanë një ndonjëherë. Se ka lloj gjeniesh e kështu. Po që jam vëra s'ka bëj fare me ty ato, po ti ko kupton të nuk s'dalim ma aty këto. Unë e kam kështu ime, po thuj me një bashku, kur i myll syt unë s'mdel qa, unë e kam kështu. Mur të bardhë, ose mur të zi, ose as i gjalla kështu, bosh fare. Rall, po mikën me e kap direkt. A që mësue vëlla truni. Ke qef ku i myll syt, vëlla stiki me jasë vend, pap ka për shumë më mirë direkt. Hapen dhe gjërat më mirë. S'ka në të bajdhe dhe menja ty është i me, edhe ki me menja mbahet, ta kupton? S'është puna që do vi menja zë të bahet, do të bahet to. Po, i ke gjërat më mirë, po desha, kupton, shko dhe më mirë dhe më qetë, ke gjende më të mirë, shko putesh më mirë, bën gjërat jo laq vështirë për shembull. E bën dhe po pra. Edhe unë ndonjëherë për shembull, edhe unë do shumë orë për shembull, 5-6 orë, ndonjëherë e le fare. Kam ndonjëherë që do baj çmos dhe baj, a kupton? Varet që kemi në të gjithë, se cili ka të vetën. Po shifni vetë, parashikoni vetë çfarë gjendje jeni. Unë i kam thënë pak gjana me, kuptoni, zbuloni, shifni vetë çfarë funksionon për ty. Po, stërvitje. Praktik. Kjo është action. Ti s'ke nevojë të futesh kësaj action 100%, po gjendja ka të bëjë 100%, qysh rri ti. Se ndodhen naturalisht to, më mirë, më kollaj, më shpejt. Kaq. Pa lektu sot. Kështu mirëpafshim, vazhdoni gjithashtu një ditë fantastike, sa të keni mundësi, edhe ju shoh në vitin tjetër.